Në një epokë ku informacioni qarkullon me shpejtësinë e sekondës, të rinjët janë gjithnjë e më të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme, manipulimit online dhe presionit të rrjeteve sociale. Për këtë arsye, edukimi mediatik po konsiderohet si një nga aftësitë më të domosdoshme të brezit të ri. Psikologu Ron Castrati nënvizon se pasojat emocionale të dezinformatave mund të jenë serioze, veçanërisht tek të rinjët që ende po formsojnë mendimin e tyre. Të rinjët nëse ndjekin një informacion, lexojnë një informacion të caktuar në rrjetet sociale, mund të ndikohen emocionalisht nga ky informacion. Dhe kur shohin që informacioni është shumë i zgjeruar, mund të kenë edhe shembuj të trilluar ose mund të kenë raste të cilat ndoshta janë edhe fiktive. Këto patjetër që të riun ose një adoleshent ose një adoleshente mund të rrëmbehet emocionalisht, mund të rrisë ankthin, mund të shkaktoj probleme të humorit dhe mund t'i bëj persona gjatë gjithë ditës të vërtitën apo të orvatën me atë informacion duke u ndjerë të strapacuar e që pastaj nëse ky informacion nuk konsultohet me profesionistët e shëndetit mendor ose me dikë që ka kredibilitet dhe kualifikim profesional, patjetër që ky informacion pastaj mund ta bëj mendjen e një adoleshenti të trazuar. E kur është mendja e trazuar, atëherë shëndeti mendor është jo konzistent. Pra është inkonsistent e që patjetër në fakt adoleshentët pastaj këtë e zhvendosin e transmetojnë informacion në publik, e ndajnë me të tjerët. Dhe kur informacioni pa vërtet ndahet me të tjerët, ju e dini fjalën e urtë, ku e vërteta, në fakt gjysma e vërteta është gënjeshtra më e madhe. Dhe kur gjysma e vërteta të shpërhapen në publik dhe pastaj transmetohen dhe përçohen nga njëri tek tjetri, atëherë gënjeshtra bëhet e pezmatuar dhe mund t'i shkaktojë probleme nda shëndetit mendor kolektiv të njerëzve. Tutje, të rinjët theksua nevojën për shtimin e trajnimeve të edukimit mediatik, duke nënvizuar ndikimin e zhvillimit të hovshëm të inteligjencës artificiale në manipulimin e përmbajtjeve dhe përhapjen e dezinformatave. E psikologu Ron Castrati shtoi se edukimi mediatik duhet të jetë prioritet për institucionet arsimore. Sipas tij, përveç materialeve televizive duhen organizuar më shumë fushata vëdësuese dhe aktivitete nga profesionistë të fushës që ngrisin ndërgjegjësimin tek të rinjët në këtë aspekt. Edukimi mediatik është një disiplinë shumë e rëndësishme, veçanërisht për shkollat e mesme, aty ku shumë të rijet reja ju ekspozohen informacioneve bombastike në rrjetet sociale dhe specifikisht mund t'i ekspozohen edhe lajmeve të cilat nuk kanë referenca të argumentuara ose faktike, referenca këto që domosdoshmërisht duhet të verifikohen nga përgjegjësit që e redaktojnë apo e kumtojnë ose e informojnë publikun. Dhe edukimi mediatik, edukimi medial, jo vetëm që është një disiplinë shumë e rëndësishme, por duhet të ketë module dhe trajnime të specializuara, trajnime këto që do të mund t'i kontribonin institucioneve arsimore, mësimdhënësve që ta ofronin këtë lëndë. Në fakt duhet të ekzistojë një strukturë kurikulare e veçantë për ta bërë të aplikueshme edukimin medial në shkolla, që është domosdoshmëri. Dhe pse e them që është domosdoshmëri, sepse të rritet rejat ju ekspozohen edhe informacioneve që në fakt janë shumë të shkurtra ose janë me tituj, mendoj në shumë raste propagandistik. Mendoj që përveç projekteve dhe emisionet televizive të cilat i realizojmë, ne duhet organizojmë edhe fushata ndërgjegjësuese dhe organizime nga profesionistët e ndryshëm në kuadrat e tërheqësave multidisiplinare për të trajtuar këto tema mjaft të ndjeshme për shoqërinë. Në një realitet ku informimi i saktë ka rëndësi etike, edukimi mediatik mbetet një investim i domosdoshëm për brezat e ardhshëm, duke u pajisur me aftësi për të dalluar faktet nga dezinformatat. Të rinjët fitojnë një mbrojtje të rëndësishme në përditshmërinë e tyre digjitale.